Gjykata e lartë ka shuar shpresat e kryetarit të Bashkisë së Tiranës për të dalë nga qelia. Trupa rrëzoi kërkesën e tij për të lehtësuar masën e sigurisë në detyrim paraqitje apo edhe në izolim në banesë. Kanë qenë avokatët që kishin kundërshtuar vendimet e dy shkallave më të ulta. Kundër të tjerë argumentuan se dosja ka kaluar në proces gjyqësor ndaj dhe Eriun Veliaj nuk duhet të qëndronte më në burg. Megjithatë, argumentet e paraqitura nga SPAK duket se kanë qenë më bindëse. Ndryshe nga vendimet e mëparshme, gjykata e lartë në zbardhjen e plotë të argumenteve duhet të argumentojë konkretisht se përse Veliaj nuk duhet të qëndrojë në masë ndryshe nga ajo e arrestit me burg. Një detyrim i tillë vjen nga urdhri i kolegjve të bashkuara mbi masat e paraburgimit. Megjithatë, në gjykatën e lartë do të shqyrtohet edhe një tjetër përpjekje e kryetarit të bashkisë. Ka qenë gjykata kushtetuese, e cila më 25 maj ka kthyer dosjen në shkallën e tretë, së pari për të argumentuar korrektësisht lënien në fuqi të arrestit me burg dhe po ashtu atë të qëndrimit në kafazin e xham të GKK. Kryetari i bashkisë u arrestua më 10 shkurt, ndërsa në mbylljen e hetimeve në shtator u ngritën 13 akuza për 5 vepra penale.